Ministri i Transportit të Kanadas dhe kryetari i qeverisë në Dhomën e Komunëve, Stephen McKinnon, ka deklaruar se Kanadaja dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje historike për transportin ajror, e cila për herë të parë do të mundsojë fluturime direkte mes dy vendeve. Në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Transporteve, theksohet se marrëveshja e re me Shqipërinë mundson që disa linja ajrore të operojnë fluturime të planifikuara mes dy vendeve, duke parashikuar deri në 14 fluturime pasagjerësh në javë për çdo vend. Sipas marrëveshjes së arritur, do të mundsohen deri në 10 fluturime mallrash në javë, si dhe qasje në çdo pikë në territorin e secilit vend. Kompanitë ajrore mund të fillojnë të ofrojnë shërbime menjëherë sipas kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje e re e transportit ajror me Republikën e Shqipërisë, një nga ekonomitë me arritjen më të shpejtë e Europës, do të hap mundësi të reja ekonomike për dy vendet tona. Marrëveshja do të forcojë gjithashtu lidhjet tona midis njerëzve dhe do të rrisë lidhshmërinë globale të Kanadas, deklaron McKinnon. Ministri i Tregtisë Ndërkombëtare të Kanadas, Maninder Sidhu, ka vlerësuar se marrëveshja e transportit ajror shënon një moment të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve tona dypalshe. Kjo marrëveshje do të përmirësojë lidhjen ajrore, do të krijojë mundësi të reja për turizëm dhe do të nxjisë lidhje më të ngushta mes qytetarëve, duke çuar më tej qëllimet e Kanadas për diversifikimin tregtar. Për Kanadan kjo do t'i ndihmojë bizneset tona të hyjnë në një treg në rritjen e Europën Jugëllindore dhe do të mbështesë eksportuesit tanë, ndërsa ata arrin klientët e rinj jashtë vendit, ka nënvizuar ministri Sidhu. Sipas njoftimit zyrtar, eksportet e mallrave kanadeze në Shqipëri arritën në $85 milion në vitin 2024. Shqipëria është destinacioni kryesor i eksportit të mallrave të Kanadas në vendet e Ballkanit, jo anëtare të BE-s, dhe kjo marrëveshje do të lehtësojë fluturimin e parë të drejt-për-drejt transatlantik të Shqipërisë. Menjëherë pas arritjes së kësaj marrëveshje, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës dhe Air Transat njoftojnë hapjen e linjës së parë direkte pa ndalesë midis Tiranës dhe Torontos, duke shënuar një moment historik për aviacionin shqiptar. Ky shërbim shënon fluturimin e parë transoqeanik nga Rinasi dhe lidhjen e parë ajrore direkte midis Shqipërisë dhe rajonit të Atlantikut të Veriut. Fluturimi inaugurues do të realizohet më 19 qershor 2026 në orën 15, ndërkohë që fluturimi i parë nga Toronto është parashikuar në 18 qershor 2026 në orën 22. Avionin që do të operojë këtë linjë do të jetë një Airbus A330-200 me një kapacitet prej rreth 350 vendesh. Fluturimet do të vijojnë gjatë sezonit veror deri më 9 tetor 2026 me një frekuencë javore. Hapja e linjës Tiranë-Toronto me Air Transat është një arritje madhore për Tian dhe për Shqipërinë. Ky është shërbimi ynë i parë transoqeanik dhe lidhja jonë e parë direkte me Atlantikun e Veriut. Ne e përgëzojmë Air Transat për besimin dhe falenderojmë të gjitha ekipet dhe palët e përfshira për bashkëpunimin e shkëlqyer. Së bashku po hapim me horizonte të reja për pasagjerët, turizmin dhe lidhjet ekonomike ndërmjet Shqipërisë, rajonit dhe Kanadas, tha drejtori i operacioneve i aeroportit të Tiranës, Pier Vittorio Farabi. Linja e re ajrore i përgjigjet kërkesave në rritje për fluturime direkte, jo vetëm mes Shqipërisë, por edhe vendeve të rajonit dhe Kanadas, duke ofruar shërbime cilësore dhe të besueshme. Fluturimi Tiranë-Toronto e thjeshton ndjeshëm udhëtimin, duke bërë atë më të shpejtë dhe më praktik për pasagjerët.